Janë 2 javë në fuqi për ta bërë kryeministri. Shishit dëgjë? Edhe Lutfi Aziri mund me qenë kryeministër. Edhe njëherë. Lutfi Aziri, kryeministri konsensual opozita? Jo, opozit. Në qoftë se LDK-ja s'pranon. PDK-ja s'pranon LDK-n. LDK-ja PDK-n. Atë në një njeri konsensual, një politikan një vjetër me një bagazh vjetër, Lutfi Aziri. Me që është një qeveri një vjeqorë. Pse më s'mu bo dhe luta? Në politikë. Sa e ke informacion apo kështu hipoteze nëzore tani nga... Jo, po është në proporcione si gjithmonë. Të takime me zyrtarët nismes tash nuk i Zotit djetë. Aziri ka me gjithë president i Republikës mu bo, për atë punë, na e patëm në emision e pytëm, nuk na dha na e farë përgjigje të drejt për drejt. Halo se kishë bot logarit mirë me zonjën Osmani që si shduket. Kjo tjetër tem. E dyta tem që ka besoj, tem e mirë për me trajtu njerë tjetër. Kishë me thëmë kolega imi i dashur Matoshi. Nga Premier Liga. Shka është të rëndësishme është na pse shpekulimin pe bazojmë, tash nuk po thamë se shpekulimi është na pe bisedojmë. Pe preashtojmë mundësin, tash pahi moralizime a është pazare kesin politik, bon pazare, partit politike e marrin pjesë paremisht për me marrë pushtetin, se veç në pushtet realizojnë politika që ata i mendojnë. Tash, na këtu dhe këtu kena me met, nesër mi u kësu në qafë, a i kam bo ato pazare parimore, a i kam bo përpozita ministrore. Nesër e na këtu, ishma largo se për dy. Problemi është që dëshmi kemi, kemi dëshmi dhe në